ti bën chat GPT, ai shkruajnë me inteligencë artificiale. Ai me inteligencë artificiale për analistat. Për mua do të rika ime. Shiko, çdo mëngjes sarë që zgjohem miç un po e dëgjoj atë këngë. Zoti kur thotë që të gjithë analistat kemi dëgjuar po të palek. Çdo mëngjes kur dielli kur zgjohem si ka se nuk është më fryma. Nuk është më fryma që ka ekzistuar diaspora don një Kosovë normale, funksionale, një Kosovë e cila, domethënë, e cila është pjesë. Kam përshtypjen që krahi gjatë do të japë opinionet e fundit se duhet që në minutat në fund ta lidh sërish Blerë Maraliu. Nuk mundemi na diskutojmë. Ka shumë çështje personale me Drenorin, të cilat do të nuk ka personale se këta s'kan personale. Jo, thotë që më ka goditur atë momentin. Bë gati ta do ta kesh Maraliu drejt për drejt do të provosh. Thotë që më ka goditur atë momentin. Jo, kritikoj edhe vetën tash po hisin ndërmjetësos aty ky kritikoj thallë vetë porta unë e kom thënë atë fjalë të Albinit për shkak se kom pas çështje personale. Subjektive, nuk është çështje më kështu. Unë nuk jam këtu për me fol për raportin me Albin Kurtën as aty. Fol për qeverisjen, për mënyrën. Po pëlqen. Se do në vet kam të lashë. Argumentimi i ndryshëm i ambasadorit Cufa i profesorit Drenori i kanë këndvështrimet e veta, na shumë shpejt kemi me pa se çka si është efekti i votës së diasporës apo ka do të votoj diaspora. Personalisht në pyetjen që kam bërë në YouTube, vazhdoni të votoni, është bukur e çfarë. Personalisht me kontaktet që i kam këtu në diasporë, para në diasporë, jo, por tani kam më shumë kontakt, në shkurtin e këtij viti, opinioni, percepcioni ka qenë jashtëzakonisht, njerëz kur keni në Bërtavolina e ke pas 70% që janë për opozitën. Ashtu ka një percepcion i krijuar. Ku? Kosovë. Diasporë? Kosovë. Kosovë, po. Kosovë, për diasporë. Tani unë nuk e shoh ata, është komplet ndryshe. Unë pak është e çuditshme është, po në Kosovë. Ka ndryshuar shoqënia për shkak të paraqitjeve televizive. Përpara jo, ata kanë ndaj nuk Mirë, që 28 vetëm një. Ndërsa në diasporë, po të lasë unë jam tani thoya se 50% në Shtetet Bashkuara të Amerikës, 50% këto. Me pa që disponimi i diasporës për momentin, edhe jam jashtëzakonisht i angazhuar tu bashkëpunu me shoqata shqiptare amerikane në Staten Island. Po atje janë shqiptarë të ndryshëm, nuk janë veç të Kosovës. Atje adhe një kim 90% nga i këndvështrimi jem që isha që kështu aktivisht që e mbështesin personalisht veç Albin Kurtin, apo dhe në është që kjo në atë. Për vendet gjermane folë se nuk po flasë. Po menoj që edhe kësaj radhe ka me qenë pajtona votë dëshkuse, edhe i herë për rritë e kësaj votën nëse i arritin vetë vendosës, kanë me arritë shumë edhe do kolegë të Arbenit, gazetarë në për studio tjera televizive, opinionista, që kanë vjellë vërerë, pak kotetik, pas një gjahet që kanë sulmu, etiketu, bullizu diasporën, pa të drejtë, dhe ajo është një ndër arsyet që ka me qenë edhe është edhe një votë ndëshkuse, sepse pajtona me gjitha të tjerat, se diaspora. Po diaspora prapë po konsideroj që është leme shtume dhe i jep substancë shoqërisë kosovare dhe bjen përvojën euroatlantike, se na po synojmë atje me shkute me ato standardet e tyre. Edhe duhet me konsideru që ata i përqafojnë ato standardet dhe i dinë më mirë se ne. Fidan? Ja, po mënoj pjesën kryesore të asaj që diskutojmë veç e thash, kështu që ftesë sa më shumë le të vinë në Kosovë, sepse prezenca e tyre fizikisht jo vetëm në raport me votën dhe gjithçka tjetër i jep një dimenzion krejtësisht tjetër vendit, është një infuzion jashtëzakonshëm ekonomik. Bravo. Edhe unë i ftoj që gjithë marrë mi kalu fesë e vendit këtu në Kosovë, besoj që kërku më mirë sa në Kosovë spritet vite e ri, këta tjetë vindun. Po flasë në aspektin social të bashkimit, se i kohë që e kalojnë bashkë. Besoj, ju si media keni mi dhanë show gjatë festës vitit të ri? Show jonë do tjetë absolut, këto e vërë. Në anë keni shtetë. Të hënën do tjetë në super show këtu në... Djetë që dhe nga hëna do t'jemi me kapelat të Papadimrit pasaj, do tjetë galat farë. Unë do e marrë një kravatë me Papadimrit. Jo, show... Aja që me zbulu... Avokati do vije me kravatën e kravatë. Mund zhjith një kravatën ose kapelat. Aja që me zbulu pak për showën e datës 31, do tjetë spektakl jashtëzakonshëm. Këto e keni të sigurt. Pastaj 28 do të jetë interesante. Java ardhshme do të jetë interesante. Në të gjitha emisionet. Hajde sa më shumë. Mirë se vini. E përfundova Fidan, se duhet ta rrit Blerë Maraliu. Absolutisht po.
Baraliu, përballë ke Xhavit Drenorin, Drenori përballë ke Baraliun, ne të tjerët ju përshëndesim, ikim nga emisioni.